Studentët protestojnë, studentët nuk harrojnë, 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 studentët protestojnë. Kanë qenë oligarkët, kanë qenë kriminelët cilët na kanë pamundsuar jetën në këtë vend dhe shumicës prej shqiptarëve i kanë detyruar të largohen. Ndaj, fundi i këtij regjimi do të jetë kjo protestë. Përshëndetje gjithëve, është protesta në ditën e saj të 6 dhe jeni përsëri njëtuar kompitje për veten tuaj, për protestën Gjithë këto ditë kemi parë se si pushteti ka tentuar ta delegjitimojë protestën tonë. Në fillim na thanë se jemi grek, pastaj na thanë se jemi rus, na quajtën antisemit dhe sot kemi dalë edhe iranian. Pushteti që i ka ardhur fundi nuk e kupton se këtu ka shqiptar të mirë, shqiptar të lirë, që e duan Shqipërinë vetëm për shqiptarët. Kemi parë gjithashtu se këto ditë është tentuar të dezinformohet duke thënë se ka një grup koordinator, duke thënë se ka një grup negociator. Dua të them se kjo protest është vetëm e qytetarëve
vetëm me njerëzve të lirë. Ministër Edi Rama, kemi vetëm një kërkesë, jep dorëheqje! 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 Na kanë gënjur, na kanë mashtruar, na kanë vjedhur dhe na kanë grabitur edhe imagjinatën se mund të ketë një Shqipëri tjetër. Sot jemi duke bërë historinë, duke treguar se një Shqipëri tjetër, demokratike, e pa korruptuar, e pa vjedhur dhe që ju përket vetëm shqiptarve, është e mundur. Shqipëria e shqiptarve, jo e pushtetarve. Shqipëria e shqiptarve, Jo e pushtetarve, Shqipëria e shqiptarve. Jo e pushtetarve, Shqipëria e shqiptarve. Jo e pushtetarve, Shqipëria e shqiptarve. Jo e pushtetarve. E keni harruar, ata që hodhën poshtë komunizmi nuk kanë pas as parti, as aktivist, ishte thjesht populli. Vetëm me gjak shqiptari e kemi hedhë. Kështu që kujdes, kujdes, kujdes. Lurët Zoti. Se kapa do të atë momentin. Bëj video! Uno!